është një burr I cili quhej John Muir, edhe ai mbahet si babai I parqeve kombëtare amerikane, ishte skocezo-amerikan. Babai I parqeve kombëtare amerikane. Ishte ai që mori nismën që të vendoseshin parqet gjithçka ishte natyrë egër dikur, dhe u ruajtën ca vende që ishin shumë të mira si parqe kombëtare në mënyrë që të mos preken e tjerë dhe John Muir kishte një shprehje e cila thoshte, në një shëtitje merr gjithmonë më shumë se sa ajo që kërkon. Kur del për shëtitje, merr gjithmonë më shumë se ajo që kërkon. Ai me idenë që natyra të bën të ndihesh mirë dhe shëtitja të jep më shumë. Po, eksakt. Po kjo shprehje I shkon për shtat 2 çekëve, të cilët në fund të muajit shkurt kishin dalë xhiro kodrave në ca male atje kisha shkruar këtu. Kanë gjetur gjë, kanë gjetur një thesar. Vërtet? Po, edhe është ky thesari këtu që do shkruaj në foto. 598 monedha ari. Po pse nuk gjejmë kështu në kur dalim te 98. Na ran këmbët, vdiqëm. Po, të mbledhura në përveç këtyre edhe ca bizhu edhe ca gjëra të tjera, vlera totale e të cilave kap $341,000 amerikan. Tani si ishte situata? Thjesht I dolën para, gërmuan. Ishin të groposura në një kuti alumini. Okej. Dhe këta e goditën me këmbë pa dashje. Mendoj se kishin ai detektor, përveç që detektor ta kishin dalë thjesht për xhiro. Metalet. Dhe I kanë gjetur këto. Tani mendohet që monedat kanë qenë të gjitha të printuara, nëse mund të shprehem kështu për monedat, të bëra pra në fundi viteve 800 dhe fillimi viteve 900. Dhe mendohet që duhet të kenë qenë ose hebrenj, cilët po persekutoheshin gjatë luftës parë botërore dhe ose gjermanë, të cilët gjithashtu u persekutuan mbas luftës dhe u dëbuan nga çekët, gjermanët që jetonin në çekim mbasi ra Hitleri. Kështu që o njëri rast ose tjetri, këta njerëz e kanë parë veten keq dhe ideja ka qenë që të shkojnë, t'i vendosin diku për t'i marrë më vonë. Edhe nuk janë kthyer dot kur. Kështu që fati I këtyre. Çfarë fitojnë këta tani? Këta fitojnë këto? Po si I përdorin? I çojnë argjendari? Ti çon muze? Mendoj. Apo I merr shteti? Tani muzeu I ose kur ti çosh në Ankand ose Bohemis atje I ka marrë. Jo, mendoj që u takojnë atyre. A thua? Po do doja të besoja kështu që po themi monedha dhe stende shumë të vjetra edhe ndoshta I kërkojnë. Nuk është se I Zoti ka dalë ti kërkoj. Ku është shteti thotë më jepi çka këtu? Po pse? Ku gjet? Toktima. Mia do të thonë. Toktima, tokë xhanëngë. Është kufiri im. Shteti poshtë. Nuk e di, unë do të besoja që nëse gjeja një thesar që s'ka ndodhur. Mos ja tregoj asnjëriu, gjëja e parë. Merrem sysh. Asfisit. Merrem sysh. Marrojnë mrena ditës. Le të luajm. Alo. Kush jeni ju lutni? Çfarë do të I paftuari. I paftuari. Zot na. Okej. Jam trahanaj. Kemi lojë baftuari tani dhe luajmë sot për një kupon prej 5.000 lekësh të reja nga Fit Health. Është një klinikë shumë e mirë për moshën, për të qenë gjithmonë të rinj. Atje do të bëni edhe kontrollin laboratorik e pastaj ju përshtatet dieta e dur vetëm për ju që ju dërgohet me email, por kjo është në kuadrin e këtyre 5.000 lekëve të reja. Dhe vërteton atë thënien që robi splaket kur vjen mosha, robi plaket kur do vet. E keni vet në dorë. Po. Kështu që le të shikojmë tani. Kemi gjëra të çmuara. Kategoria është gjëra të çmuara dhe ju duhet të dalloni njërin prej këtyre gjërave të çmuara që ka një dallim nga të tjerët, pra ka një ndryshim nga të tjerët. E para për sot është ar. Çfarë pauze? Pas ke nisur rënd. Florinë. Pastaj kemi platin. Platinium. Pastaj kemi argjend. Mirë. Dhe në fund kemi rubin. Po dhe emri për të njeriu të emri Rubin, shumë emri I bukur. I bukur është. Është I bukur, më pëlqen edhe mua. Rubin. Për një djalë do ishte shumë e bukur. Edhe një herë tjetër. Kemi sot miq për ju, ar, platin, argjend, rubin. I marrim me radh. Ar. Po ti apo emrin djalit ar. Argjend. Se bën dot. Rubin. Po si e thret shkurt pastaj. Ar, Ari. Ari ka plot. Për shkak çonat, për shkak quhen Arlind, ashtu I thon. Ari ka lindur Flori. I lindur Flori, Ar lind. I thrasin Flori pra. Po pra ka lind Flori. Ke emrin Ari, thrasin Flori. O Flor. Po. Po ta kesh argjend si thrasin Ari? A? E ke argjende emrin. Ndoshta gjendi. Thrasin gjendi. Oh, tash e kujtova, nuk ishin ata argjende Flori, Loga? Po. Dy vëllezrit, njëri qeshtë tjetri qan.
Se dhe kënga? Famshme? Erdhi Rubini pastaj. Është një këngë, ka qenë një këngë, se unë mbaj mend të këngën. Njëri që dhe tjetri qan. Ua, sa e vjetër është ajo. Po pra, ata quhen Argjend dhe Flori Lloga, po. Okej. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ti Lloga. Mirë, si jeti? Jeni o Blendi edhe 100. Oh, faleminderit. Blendi gëzor ditëlindjen. Rosh. Ku je tani? Ku ndodhesh? Po në punë mo. Në punë mo, ku je po tjetër? Ke filluar që tani domethënë? Ne ka filluar që në 6, më duhet pa kohë që të shkoj deri në destinacion. Po pse çfarë punon ti? Ne jemi shërbim klienti. Shkëlqyshëm, shumë mirë. Shërbim popullit. Kështu që ti je mësuar me telefonata, nuk këtë. Okej, shumë mirë. Tërtidëm si call center, tërtidëm. Po mirë, me argjend, rubin, platin, merreni ju apo merreni me të tjera sende? Si kam qef, vetëm i dhuroj. Sa mirë. Vetëm i dhuron. Ka lezet. Më pëlqejnë këto gjërat madje në Albania që bëjmë këtu domethënë. Këto që bëra, këto handmade-et. Po pra. Të qëndisurat. Okej, je gati për të luajtur? Më fal, çfarë quhet ajo? Fili që bëjnë me. E di, jo Filomena, është një gjë tjetër. Jo Filomena, sa quhet? Asnjëherë se mbaj mend atë gjën. Ajo është shumë e bukur, që bëjnë me argjend e kështu, Edhe bëjnë vath me. Sa quhet ajo? Nëse, okay, do ta gjejmë dikush do na ndihmoj. Ajo me Fili, ajo që bëjnë këto gocat në Shkodër e tjerë. Tani midis arit, platinit, argjendit dhe rubinit i dashur mik, kë ke zgjedhur? Rubinin zgjova. Sepse është kristal. Okej. Është gur. Ndërsa të tjerët? Edhe është ngjyrë kuqe. Po, është i kuq. Po të tjerët çfarë janë? Janë metale. Janë metale, pra, janë metale të çmuara, i vetmi që është gur është rubini. Unë them quhet. Po ta quajmë tani. Ke ditëlindjen ti do i bësh në dhuratë? Okej. E bëni tolerim, dhe një pas. Po, në fakt kështu është, në disa kultura kur ke ditëlindjen duhet të japësh ti dhurata shoqërisë. Çfarë kultura është? Po, për zotin. Ndryshe kështu është. Kemi kulturë tjetër. Kemi tonën, kemi kulturën tonë. Po e gjej atë. Atëherë. Si? Ne kemi kulturën tonë tash, ka sa të. Po bra, eksakt, atë po them dhe unë. Faleminderit që më mbështet. Tani, ideja është që ti ke fituar, sepse ishe shumë i sjellshëm, the gjithë gjërat e duhura. Nuk kam fituar, prit, keni edhe pyetjen më. Po prit. Bravo! Çfarë ti? Harroj fare. Ka ditëlindjen, është emocionuar. Po ti kush je? Po vërtet tash ke datën më mos e shokaj shumë dorë. Ore, po ti kush je? Po ma lër Blendi sa ka ditëlindje mos po ngacmo. Elshoj veten. I paftuar. Bravo. Po si ke emrin e vërtet? Jo, i paftuar, prapë do të them se kam hallë të mos diqen tash. Jo, tani e the një herë, na thuaj emrin e vërtet. Unë jam Sabi. Kush? Sabi. Fabi me S. Sabi. Po gjatësi ke? Sabian? Apo jo? Sabian, okay. Po pse ke tur? Po tash ka hallën Sabiani tjetër po. Po jo, shumë mirë Sabian. Ke fituar ti. Faktikisht kam emrin e gjyshit, po ma kanë modernizuar pak. Po gjyshi si e kishte? Shaban. Shaban. Po shkak të bullizimit në qasë parë edhe ma të nej o që atë hëndë stova një gjë tjetër. Mirë Sabi. Mirë, super fare. Po më mirë se sa të trasin arabun. Po. Ari. Më mirë Sabi. Ke super emër. O zoti më. Sabi, shumë faleminderit. Fituesi i këtij kuponi nga Fithelli mëngjesin e sotëm. Punë të mbar, gjithë mirat. Faleminderit edhe ju. Ciao. Shumë mirë, ja dhe një fitues tjetër. Okej. Po kërkoja filin, model vetëm tunç. Filgament, quhet një gjë kështu. Na ndihmoni pak ju lutem, ç'është kjo fili? Është një fili metalik që përdoret për bijuteritë. Jo fili Spanj, dikush na shkruan fili Spanj. Jo. Po flasim për thurjet që bëhen me fije argjendi apo me fije ari dhe bëjnë ca punime shumë të bukura që vijnë në korniza. Ose bëjnë bijuteri, pra, mund bësh vath, mund bësh unaza ku diun. Që janë shumë elegante. Nëse ne do ta gjejmë atë një ditë, këtu jemi, kështu që do kemi kohë. Për ditëlindjen time, deri atëherë na shkruani.